Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Me një fotografi në dorë, po endën gjithandej për të marrë një lajm për vajzën që nuk e pa tash e 4 ditë. Këta dy ferizajas janë prindrit e 14 vjeçarës Iqballa Hasanit, e cila doli nga shtëpia prej ditës së enjte e nuk u kthye më. Të shqetësuar për fatin e vajzës, këta dy prind nuk po din ka t'ja mbajnë. Babai Hazir Hasani tregon se në polici po shkon 2-3 herë në ditë, por kot vajzën nuk po e gjen askund. Pelipëm, pitetës që ka hup. Tash nuk po dihet, a ka hup, as ka hup, tash pitetës, as mes në internetit, as mes në telefonit, nuk po paraqiten, me në dhonë ku një farë gjëvopi. Unë ku shkova në policia, ta ma bënë milicia, tha, shkoni sa për mua, sa sërveza, të tema, sa, lamranu, sa, këqëni, se si shkona i komandonti, atë tha, ka sa poshimin, tha, s'po di, tha, shka mi e bë, tha. Nëna Iqballës, 14 vjeqe, dyshon se vajza e saj është grabitur nga një djalë i Shqipërisë, i cili sipas saj shpesh e ka bezdisur vajzën. Kom thonë këtë djalë du të me largu piktuit, kjo është i Shqipërisë 21 vjet i ka, a e peneve alkoholin, barin, qëta ta na dzezat. Po menaj, po nësja me së gort. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Gjykata Supreme nuk ka treguar gjatë së ejtës nëse ka pranuar ankesa nga ata të cilës një ditë më parë i u refuzuan ato nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ky është hapi i fundit juridik para certifikimit të rezultateve që pastaj e hap rrugën politike për formimin e institucioneve. Megjithatë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti sërish nuk dha përgjigje konkrete sa i përket marrëveshjes potenciale me partit tjera. Faleminderit shumë se duhet më mri. Kurti një ditë më parë deklaroi se bisedimet politike për formimin e institucioneve do të nisin pas certifikimit të rezultateve. Mirpo, sipas Qemail Marmullakaj, hulumtues i institucionit të Kosovës për drejtësi, LVV-ja si fituese zgjedhjeve do të duhej tashmë të kishte nisur konsultimet për krijimin e institucioneve të reja. Dashur të ndodhin tani me tani, duhet të ndodhin edhe gjatë kësaj jave deri në certifikimin final të zgjedhjeve. Dhe po shpresoj që këto ka ndodhur mirë, po prapa dyert të mbyllura apo do të ndodhin gjatë kësaj jave. Ai thekson se pas certifikimit nuk ekziston ndonjë pengesë ligjore që seanca konstituive e kuvendit të thirret menjëherë, pavarësisht se kushtetuta përcakton afatin maksimal prej 30 ditësh. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Fiks 3 muaj pas vendimit të gjykatës së apelit që vërtetoi verdiktin e gjykatës themelore të Prishtinës për anullimin e planit zhvillimor komunal të Ferizajt, kryetari Agim Aliu ka nisur procedurat për shfuqizimin e tij. Nisja e procedurës pason kërkesën me letër të qytetarit Imri Aliti, të cilit drejtësia i dha të drejtë pas ankesës se komuna kishte shkelur të drejtat e banorëve të rrugës Astrid Bytyqi gjatë hartimit të planit zhvillimor komunal më 2017. Megjithse pozitë e opozitë janë pajtuar dhe e kanë kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa kërkesën e Aliut për shfuqizimin e PZK-s, ka pasur akuza të drejtë për drejta e të tërthërta për mënyrën e dhënies së lejeve të ndërtimit herë me PZK e herë me ligjin për ndërtim gjatë 2 mandateve të qeverisë lokale të Aliut. Debati është zhvilluar ndërmjet Brahim Osmanit të vetëvendosjes në opozitë dhe Xhavid Zariçit të AK-s dhe Arjan Imerit të PDK-s në koalicion. Se ka ndërtesa që nuk mund me hi as fiksat as ambullantas të kryesues të qytetit. Po. Nuk po del grupi parlamentar, nuk ka thonë asnjëherë ndodha që ne na kundër ndërtimeve. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Ky kamion normalisht do të duhej të ishte në terren duke mbledhur mbeturinat e qytetarëve dhe bizneseve të Ferizajt që kanë kontrata me kompaninë rajonale pastërtia për shërbimet e tyre. Por kamioni nuk ka lëvizur vendi prej 6 marsit. Kompania së pari duhet të paguaj 500 euro gjop shqiptuar nga policia për shkelje të ligjit të trafikut. Pastaj edhe nga 10 euro për gjithë secilën ditë për qëndrimin e kamionit para se ta marrë për regjistrim dhe kthim në punë. Pastërtia kishte nxjerrë në terren këtë mjet ngarkimi e transporti mbeturinash edhe pse nuk ishte
regjistrim në fillim të muajit mars. Ndaljen, kontrollimin dhe konfiskimit në kamionit e ka konfirmuar edhe zyra për informim e policisë rajonale të Ferizajt. Ju njoftojmë se më 6 mars 2025 patrulla e njësisë së komunikacionit rrugor në rrugën magjistrale Ferizaj-Kaçanik, saktësisht në fshatin e Vjetër, ka ndalur një kamion të NPRM Pastërtia, ku gjatë kontrollit të dokumentacionit është vërejtur se kamioni është me afat të skaduar të regjistrimit. Bazuar në ligjin e komunikacionit rrugor, ndaj kompanisë është shqiptuar një gjobë kundërvajtëse dhe mjeti është përjashtuar nga komunikacioni rrugor, thuhet në përgjigjen e policisë rajonale të Ferizajt për televizionin Tema. Pamjet janë xhiruar të mërkurën, por televizioni Tema e ka konfirmuar të premten se kamioni ende ndodhet aty. Televizioni ka kontaktuar shefin e operativës në kompaninë Pastërtia, Besim Shabani, por thirrjes i është përgjigjur një koleg i tij, duke theksuar se Shabani është i zënë në një takim me palë. Burri që e ka hapur celularin është zotuar se do ta njoftoj Shabanin për kërkesën e Temës për koment, por deri në momentin e përgatitjes së stories për transmetim, televizioni nuk është kontaktuar nga shefi i operativës. Drejtori ekzekutiv i bordit të Pastërtisë, Basri Syla, ish zyrtar i lartë i AK-s në Ferizaj, kishte deklaruar në fund të vitit të kaluar se raporti i fundit financiar ka treguar se kompania ka pasur vetë paraprak pozitiv në aspektin financiar. Megjithatë, opozita vazhdimisht e akuzon bordin për punësime partijake dhe keq menaxhim. Dhe derisa ndërmarrja rajonale e mbeturinave, ku komuna e Ferizajt ka hisen më të madhe të aksioneve, po përballë viteve të fundit me greva të herë pas hershme e akuza për keqpërdorime, kryetari i Ferizajt Agim Aliu me 2023 nënshkroi tender për rreth 1.6 milion eurosh me një kompani private për pastrimin e disa hapësirave publike, pa përfshirë mbledhjen e mbeturinave të qytetarëve dhe bizneseve, që mbetet sfida më e madhe e mirëmbajtjes së pushtetit lokal. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Qindra nxënës kanë punuar bashkërisht duke pikturuar e vizatuar para se punimet e tyre të ekspozoheshin sot në sallën e sportit të shkollës Gjon Serreqi në Ferizaj. Ata talentin e tyre artistike kanë shkrirë në udhëheqjen e mësimdhënëses dhe artistës Laura Siner Brahimi, e cila bashkë me semi-maturantët kanë realizuar ekspozitën vepër për vepër. Dhe vetë nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit kanë blerë punimet me qëllim që mjetet u jepën fëmijëve me nevoja të veçanta në ditën botërore të autizmit. Qeni përfshim kom bo 2 vizatime dhe me thonë. Vetë mësimdhënësja Siner Brahimi ka thënë se me këtë projekt është synuar gjithë përfshirja e nxënësve dhe fëmijëve, pavarësisht sfidave me të cilat përballen disa prej tyre. Fiksisht e veçanta e artit, se përmes artit njeriu edukohet me qenë vetë humanitar, me pas anën emocionale, që me lidh me jetën sociale dhe të menduarit ndryshe. Shkolla jonë fatmirësisht ka një numër të madh nxënësa, secili prej tyre ka një bodë veçantë. Unë ndjena mirë që më shumë se 210 nxënësa i kanë edhe më shumë se 210 punime prezent këta. Dëshira ka qenë aq e madhe se shkolla jonë e posedon edhe një numër të madh nxënësa që janë me nevojë të veçantë. Kushtet janë shumë nivelet jo duhur, nuk e kanë as nivelin elementar për me arrit qëllimet e tyre. Kur njeriu mendon për vete, normal që mendon edhe për të tjerët. Unë jam ndjem mirë që mosha e klasëve të nënta, 13-14 vjeç, mendojnë me qëtë pasionin që përmes artit mi vëdësu të tjerët, që me dhurudh vepër edhe mi plotësu nevojën ose spaku një buzëqeshje. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana. Do të festoj bashkë me vajzat e skuadrës. Qikat e djemë të 2 klubeve me të njëjtin emër, Ferizaj, i kanë sjellë mbrëm 2 kupat e Kosovës për të 2 kategoritë në Ferizaj. Trajnerja Arta Ramadani kishte fituar trofej të ndryshëm si lojtare, por mbrëm e ka bërë sefte edhe si trajnere. Vajzat e klubit Ferizaj fituan të hënë mbrëma në Prishtinë finalen e Kupës së Kosovës në ndeshjen kundër ekipit të Skënderajt 3-1 në sete. Atëherë, janë dyshije që realisht janë njëjtin parket, po janë dyshije kitë ndryshme. Për arsye se si lojtare të vetë jenë fushë dhe dhe realisht që ka kime vepru, ndërsa si trenere është pak më azar, është pak më e rëndë. Jemi përgatit shumë me thonë drejten. Prej humbjes që e kemi pasur në 6 kastriot prej dritës, kemi mendu veç për Kupën e Kosovës. Dobro večer, gledate vesti. Ja sam Ivana Subotić, a ovo su događaji dana.